Një tjetër parkim publik në qytetin e Vlorës po kthehet tashmë me pagesë. Bëhet fjalë për parkimin tek Pallati i Sportit Flamurtari, i cili prej fillimit të muajit gusht do të jetë me pagesë. Të gjithë drejtuesit e mjeteve që do të parkojnë aty në gusht, por edhe në vazhdim, do të duhet të paguajnë tarifat të ndara sipas orëve të qëndrimit. Bashkia e Vlorës ka vendosur në hyrje të parkimit tabelën e cila sinjalizon se parkimi shumë shpejt do të ofrohet kundrejt pagesës. Parkimi publik në sheshin përpara Pallatit të Sportit Flamurtari do të kthehet tashmë me pagesë. Bashkia e Vlorës ka vendosur në hyrje të tij tabelën e cila sinjalizon se parkimi publik do të jetë me pagesë. Kjo është një kosto tjetër e cila rëndon sigurisht xhepat e qytetarëve të Vlorës, drejtuesve të automjeteve në një kohë kur qyteti i Vlorës ka një problem madhor dhe ai është mungesa e parkimit. Gjithashtu, në të janë vizuar edhe vendet e parkimit me ngjyrë blu që tregojnë se kemi të bëjmë me një parkim publik me pagesë. Parkimet që do të jenë në pjesën anësore të Pallatit të Sportit, si edhe përpara stadiumit Flamurtari, janë me ngjyrë të verdhë. Janë të vetmet parkime falas, por që do të jenë në shërbim vetëm të institucioneve. Shumë shpejt në të do të vendoset në dispozicion një punonjës i cili do të mbledhë edhe tarifat e pagesës. Qëllimi është që brenda pak muajve pagesa të kryhet me SMS, praktik kjo e cila është kryer më parë në kryeqytet. Tarifat për parkimin për një orë do të jenë 50 lekë dhe më pas këto tarifa do të shtohen, duke arritur deri në 500 lekë të reja për të gjithë ata të cilët parkojnë nga 12 deri në 24 orë.